Haj njerë, si jeni? U bë pak kohë që nuk jena po, as në YouTube dhe as në TikTok, pavarësisht se në TikTok kam postu ca video ku jam unë me muzikë të ndryshme, por kështu të më shihni flas me ju dhe t'ju tregoj diçka gjëra nga jeta jeme ose të ma dëgjoni pak zonin, nuk ka ndonjë. Edhe kjo besoj e keni marrë vesh pse. Dhe ka shumë kohë, për mos me thonë 2 javë, që du me bë këtë video, por nuk po di pse nuk po kam atë guximin për me e bë, sepse kam fiksu në mendje teme që kur ta baj këtë video, të mos zjarri asnjë pikloti, që është përsëri t'ja rri. Une kam humbë bebin e tretë, dhe gjëja e parë që du t'ju them, du t'ju falenderoj jashtëzakonisht shumë nga zemra, që nga ditë që unë kam publiku, dhe deri më sot, edhe pse nuk jam aktive, ju nuk rreshteni duke më shkruar mesazhe shumë ngushëlluese dhe shumë motivuese dhe seriozisht, sinqerisht, po ja them që jam shumë me fat. E rrallë dytë, kam desh shumë me bë video për me cek disa gjëra që nuk du t'ja thoni kurrë një grije që ka hup fëmijët, dhe shumë gjëra të padrejta të paktën për mua që kam pa, por nuk do merren absolutisht fare me këtë gjë, dhe do t'jetë kjo videoja e parë dhe e fundit që unë do baj në lidhje me humbjet e bebit ose për gjërat e tilla. Dhe jo, nuk do i hedhi në TikTok, do i publikoj vetëm këtu në YouTube, kështu që të tanë ata që mu m'njekun, sepse unë këtë video që po bëj për YouTube, normalisht që do marr disa sekuenca të vogla dhe do i hedh në TikTok që t'ju la njerëzve me ditë se po publikoj disa video të tilla, dhe nëse kanë interesin që të shohin atë çfarë kam ndjekur unë dhe të përjetojnë sadopak atë që kam përjetuar unë, mund me kalu në YouTube dhe t'i shohin, por në TikTok nuk do ta mbushi përveç introjeve që do bëj për këtë video. Jam të bë këtë hapje sepse video që kam kriju, që unë do hedhi këtë në YouTube dita ditës, kanë datojnë pak të 1 vit e gjys më përpara. Gjatë kohës isha shtatzan, para se të merrja vesh se kam humbur bebin e fundit, unë i kisha edituar ata video dhe i kisha menduar që t'i hedhi për mirë. Por nga që dolli kjo gjë, du që ta baj këtë parahyrje edhe një herë në fillim të këtyre videove që mos të kem mesazhe dhe komente të tipit të ri me shtatzanin. Sepse fatkeqësisht i kam marrë edhe pse kam bërtit me të madhe që nuk jam shtatzan. Nëse iko kjo. Kështu që desha më thonë, ju falenderoj jashtëzakonisht nga zemra për mbështetjen që keni dhënë dhe që më jepni dita ditës, dhe besoj jam e qartë kur them që këto video ishin nisë për mirë, por nuk përfundon ashtu siç do doja të përfundoja, por që meritojnë mu tregu, meritojnë me ditë që fëmijët e mi kanë ekzistu edhe pse s'kan ardhur këtë botë. Kështu që për gjithë ata nana dhe ata njerëz që po kalojnë atë që kam kaluar, besoj që t'jenë në këto video, se nuk e di ajo në 2, 3 a 4, nuk e di se më vjen sakt, gjen forcën edhe motivimin që kur mos dorëzohen edhe të ecin vetëm përpara, ashtu siç po eci edhe unë dita ditës, e pa lëkundur drejt asaj që më don shpirti dhe më don zemra. Kështu që edhe një herë faleminderit dhe uroj që të kuptoni mesazhe nga këto video dhe të mos bëheni shpirt lig edhe shpirt qi, dhe kurse keni një fjalë të mirë me e thonë, më mirë heshtni. S'mu t'ju them shikim të këndshëm, sepse nuk është në shikim shumë i këndshëm, nuk është në video shumë i këndshme, por kjo është Kristina dhe kjo është ajo që unë kam kalu që nga dhjetori i vitit 2023 dhe deri më sot. لا تزليها ما تولي لي باقي كندور ما بسو Kemi të bëjmë skanerin për me zbulu gjinin e bebit. 14 vjetër, 16 javë, tje kam bëjë 16 javë.
Duhet asnjë superacioni, as i gjatë tjetër nuk krahasohet me faktin që preksha barkun, e disha që fëmija më erë, po nuk jeton më. Që pas humbjes së bebit janë ba 2 muaj e gjys, edhe une gjatë këtij muaji e kam provu për një beb tjetër, kështu që kam një test. Sot është data 21 shkurt, edhe kjo është tentativa e parë që pas humbjes së bebit. Kështu që po e tham e parë, se nuk e di a do jetë pozitive ose negative, dhe ndoshta do ketë tjerat në vijim që do shihni po në këtë video, po shpresoj që tjetë, edhe pse e kam me shumë frikë, se është shumë shpejt, edhe nuk kam pas me thonë drejtë në shqetësim ose në gjë, përveç se ka herë do të vijë apo edhe për stërvitjeve ka një ku, por anyway, pa të nevojë. Okej, fillon të mbushet. Ashtu më duhet zërë më venit njërës. Alo nuk është po totalisht. Kjo vija negativit ka dalë, por kjo pozitivit si duket është prap tu clear. Po presim edhe pak. Une po ba një muj e 2 ditë sot që s'kam perioda, zakonisht vynë më 28 ditëve, po nga që kam edhe humbë bebin, mund t'jenë shregullime, se periodat e pare kam pas shumë të shregullta nga humbja e bebit në janar. Por nuk e di, zemra të ndalë venit, por si duket negative, se nuk po ka një shaj tjetër. Por anyway, po presim edhe pak. Është bo clear komplet, edhe tentativa por është negative. Kjo ishte early, dhe me këmë da të rëgojë ma para, kurse kjo është taman. Nuk e dja me e balë këtë, pëse besoj është e kotë. Por ja, së besoj është e kotë. Anyway, shihemi tek tentativa tjetër. Hi njerëz, si jeni? Ja ku po shihemi sërish. Unë kam ba me duket në shkurt një test, që nga doli negativ. Në mars nuk e bona se me erdhën shumë heret, me erdhën në 17 mars. Se mu gjithë mundin 3-4 ditë parë, se nuk e kam të edheti që 27 ose 28 ditëshe. Shëqërita këtë me kenë me 12 ose me 13 periodat e tjera. Sot e data 9 prill, jena 3-4 ditë parë periodave, edhe pa bëm një test, për derisa testet janë deri në 6 ditë. Okej. Ja, ka fillu më mbush. Dalam këtu, 3 minuta. Se mos ndosh, të nga delle vjeho. Nuk kam pas asnjë lloj simptome të si me thonë, se jam kanë edhe fasting edhe kam pas 1 milion ndjesi, simptoma, që nuk di se cila a ken, a kalori, a ken kështu, por që kam përdor vitamina C unë si jeti këtë muaj, kështu që let we see. Okej, kam kalu 3 minuta, lo se kam po, të dojë zemra venit, por le ta shohim. Është komplet negativ. Kjo është i pari që i rabon shkur. Edhe nuk ka absolutisht asnjë vit të zbet. Anyway, nëse shina këtë muj prap, do shina mujin tjetër. Shihemi më. Soj të mos jemi herët.
Okej. Pelo këtu të mbushit për smrapsht dhe do vita shof mrapën. Atë nuk kam në parandje me të thënë drejtë, por gjithsesi po e bëj. Hajde mo. Këtë pelo këtu. Këtë po shkruaj të tjetër më posh. A jemi gati, se di sa minuta janë bërë për qaj. Akome s'ka ka bërë. Okej. Ja do presim. Oh my god, it was you. It was you, my mom. Sa të shtiu tej. Sa të shdita ku së pëzohet linte, vajza. Ajo më dhe dhurat, bra. No way. Mommy, you see? Wow. Mommy gonna make baby tobacco. Yes. I love you so much. You see? No, you see? Which number is this? Which number? This one too? Oh, yeah. Thanks, guys. Di që do bëj njerëz tash se këto mi blej Alba, por iku të shtëpia se pati punë, ishin 2 copë, kështu që mos ta do t'jetë të prit në foto me Anis, do e fusim këtë tjetrin në ujë që të dalin negativ dhe do ja dërgojmë. Nice. Ço kishe futi tu më? Posh Allahun. Oh my god. Oh, qyqa vet. No, çfarë dhurate. Allah. Oh, zotin mallosat falënderës, Allah. Oh no, nuk e të vazhdo. Oh, qyqa vet, Allah. Sonin, si do mos sonin. Oh. No, nuk më në. I'm sure to put it right. Më bënë edhe vesh për dyshamit dhe të konë gjampa. Ja këti më në. Di që kam ba? Kam ora testin tjetër e kam fut në uje. Oh, Allah. Për me dalë në prekne. Se di që të jeshtë të prekne. Oh, zot. No. Ska, nuk në dhen. Pra neshat më shumë vete i nadë. Se kisha shumë gjësi të fort, është sigur. Ishte ti qësë më duke të sikur edhe si jetë në kohën. Se di. Edhe jetë e ka posë.
Ua, sa o Edhe më thamë duke Allah. tha jetë të mbrejt, si të mbrejt i thashtë, ja se shifthoj të kësot e kam po futën. As din? Ja, ala. Oj, bolli Allah, o Allah, si po. Dhe sot fix. Sot prapa, ne kam pas 2 fish emocione, dhe kam lanë vetë ta baj sot. Oj, Allah, o zoti mall, çfarë mrekullie. Zoti është i din të në. Po sa bukur e hopa këtë çantë. Ishte si si të ta Jo, po në të me ta baj, bona dje video, për që po bajo video prap sot. Po ha thoshte me hill, a din for real. Ua, po shtestin tash. A di mos e ka fut një ty si ko kanë begadit. Sorry man, ua, qa ma ka fut një pjesë. S'disha se që me zbati atë, No, pashallah, ne pa, ua. Që që jam sigur që duhet të fare. Edhe unë kam të sigur si deka. Gjithmonë në ishte. Gjithmonë. No, po kjo ishte gjoja ma bukur që mund të nëllë të këtë ditë. O, pashallah, hanua, You don't date na për te. Për Allah. Edhe se unë jam pas periodet Sa me vend zhvendosje. Aha. Edhe... Po sa mirë e bane. E bojnë? Nuk e di pse e mojta, po... E do më disi do ma jetë dhe njësër. Po jam. Do jam në që të... Ha njerëz, diti sa po është duke ra nga puna, tute turku është, edhe kam vendosi këtë testin, aty të ta valina televizorit, dhe ti tham lutem ma jep pak patenten, por e di se më duhet se jam du plotsu diçka. Edhe në momentin që ta hapin raftin, ta shohin këtë testin. Sti se kam mojnë deri në qysh natës. Sti! Po një t'ju afër baterive më duhet është. A kam lanë që sot e lash bashkë me atë testin. Jo, burë kam lanë një të që ka morë fëmija. Bashkë me testin e kam lanë afër. As testi sa shta? Ta thash për njërin teme. Ta thash ajo. Për njërin teme. Ta thash ajo. Jo. Bën be? Tash e mra po ba gjithë gjatë që thamë unë. Sa po i shampanjo njerëz. Se më kanë arë periodat. Nolli aja që i frikstohë shalla kësaj rollën. I think I lost it. Dhe se kanë me courage. Po që kur do më dalaj mam, dhe sot veshte. Të prek jetën. Do shkojmë në emergency. Të shojmë që do thot. Sa po dole nga spitali njerëz, tha që sot nuk kena qa me bom, por nesër du të më shku të kjo, early pregnancy department, dhe po pres kur më morrin nesër në telefon që më thojnë, kam shumë sërish gjak. Go to your seat. Go. Sa po kam morë shpi njerëz, periodat janë me të vërtet i fije rose, si që mundin me kenë ku janë të zakonshme. Kam 25 minuta që kam vu
një linës të ri, nuk kam asnjë fije gjakderdhjen ta. Kam dhimbje në bark, si dhimbje periodash. Nesër, si që thash, kam takimin. Kam feeling që maybe ka shku, kam besim të fort, ka ona tjetër nga që e du shumë, tham mund t'jetë okej. Këta u qukan gjakderdhje implantimi, kur veza e fekunduar ngjitet në rreshtimin e mitrës, ka gjakderdhje që zgjat nga disa orë, maksimumi për në raste të rralla deri në 3 ditë. Besoj që këto gjë kam thënë edhe nesër, se s'ka nuk mund mban, se janë vetëm 3 javë, 5 ditë. I takut e fix me 3 ose me 4 me marrë periodat, se dhe është data 3 qershore, vetëm 4 ditë nga dita që e mora vesh për testin. Tash nuk e di se ç'a do ndodh, jam e gëzuar për faktin që nuk kam asnjë periud, por që jam shumë në dhimbje. Jeti ka shku më ble një test tjetër, ta provoj, se di jam pozitiv a negativ për gjakut, apo mund dalin pozitiv, por doesn't matter. Pse di, e kam bë me Clear Blue, si që keni po, nuk besoj që ka lidhje, as shanse me ta nxjerr gabim Clear Blue. Me thonë që s'jam mërzi, që s'jam stresuar, që s'kam qa, nuk e beson kërkush. Por që po mundon t'jem e fort, po mundohem të mos stresoj pak të veten deri nesër. Më vjen shumë inati që këtë radhë nuk e mendova humbjen si që humba, po mendova fix këtë periodat, i kisha shumë frikë që derisa të vinë dita, dhe isha shumë hezituese me ju tregu prindve dhe vjerrive, do ata paktën 7-8 qershor, po hajt, thamë. Nuk e di pse përpara 2 ditë para se më marr vesh jam shtatzan, takova një shoqe që më tha që i kishte ndodhur një gjë të tillë, që kishte marrë vesh shtatzan dhe më ne kishte marrë periodat, edhe më thonë ishte pak a shumë serial miscarriage, nuk e di pse më geli aty në mendje dikun. Edhe ku marrë vesh shtatzan nuk isha të minu se mund ta hupi si fëmijë tjetër ose diçka, po më meti kjo e periodave në mend, ose nga që kisha të frikën që e kisha dështu, nështë trupi sa gati, se di shumë gjëra, por shpresoj të jenë kënë tana parandjenja dhe frika dhe mendime koti, që ky beb t'jetë mirë, se nuk do m'vrasin asnjë gjë, më shumë se faktit se mora vesh ditën që supozoj t'linte, edhe prap i dolin pengesa për marrë të unë. Por që kur nuk m'dalaj mam, derisa të vishte. Kështu që përpres testin edhe ju tregoj se si do dalin. Ora është 5:30. Edhe kam shumë. Po fola me mami në spital, edhe me ata që kam unë, është second miscarriage, elastike. Gjithsesi më thonë me bo një test tjetër mos të javët, por që është pak rrallë dhe pa zakon që të kesh gjithë këtë gjak, edhe t'jesh sërish shtatzan, t'jesh t'jetë implantation bleeding. Ajo që për të marrë shumë është se mora vesh ditën që e supozot linte. Edhe prapë miku, s'hati shumë. Vetëm 4 javë.
thash që a mund quhet miscarriage, a mund cilësohet si miscarriage, si dështim, po. Kështu që qofse ndodh prep, atëherë do bëhen analizat të thella, se nga se vjen, se këto kanë nëse ndodh 3 herë, ose më shumë. Do shihna pra pas të javë, por e disha që në fillim thosha Olbes edhe Jetit kishin shumë shpresa që tje, por isha bindur që s'kam më shpresë. Edhe jam e bindur që edhe mas të javët për më ka ikë. Njerëz, sot është dita 3 mos dite. Po shpresoja që të ndalojnë s'paktë, se 3 ditë kishin maksimumi. Por jo, nuk po ndalojnë. Si që isha bindur që bebi ka ikë. Jam prapë bindur. Ha njerë si jeni, sot është hënë, të po kalon një javë, edhe ka momentin e bën këtë listin, që di që të dali negativ, por nesër. Kejtë të lotë, brapsht, derisa të bahen minutat, edhe të shohim bashkë. Marrë të edhe këtë komër. Natë të I told you. Më njerëz, si që ju po të thonë që ditën e parë, që isha sigur që kisha humbë, se nuk më gënjen kur për ndjenja nënë, si nuk kisha asnjë dhej entuziazmi ose asnjë dhej për ndjenja, për me kanë shtatzani ashtu edhe iku. Do ta bëj pushim, është qershor tash, do ta 10 qershor, edhe minimumi do ishte atë do ta bëj pushim, si do qoftë puna, nuk është vera, po kena shumë angazhime. Hi, yeah, it's okay. Kena shumë lodhje që trupi do lodhet, si fizikisht, ashtu psikologjikisht, me çdo gjë që është në jetën tonë. Ndoshta kështu është kënë ma mirë për ne, ndoshta Zoti e ka po që duhet me shty. Është ma mirë kështu, ai dina ta punë ma mirë se na. Por gjithsesi, i vetmi fakt që ngushëllëm është ma mirë herët se sa vonë. Edhe vetmja dëshirë që unë kam, është vetëm të marrin Arlon, vetëm mos të mbrekon të Arloja, çdo gjë tjetër për mua është e përballueshme. Gjithsesi, na do shihna në videot e tjera. Shumë faleminderit që më ndoqët. Nuk e di se kur do t'i shihni këta video, por nëse bëhet 1 vit, edhe unë nuk jam shtatzan, që nga momenti që ja kam nisë më thonë në janar, do i shihni komplet vitin tim trying for a baby. Anyway, faleminderit edhe një herë dhe bashkëmi në videot e tjera.